asgjë, zoti Kurti e ka ky një pjesë të punës ti se disa është e sinqert, se s'moj me hit ashtë në psikën e ti, po në kuptimin e agendës të një lideri politik e ka ky një pjesë të punës e ti dhe unë mendoj që gabim është Mos me shku. Mos me shku. Mendoj që luminjën këtë rast zoti Abdi Gjiku, lideri i DDK-s. Ishte në Spanjë. Në qënë në mkretarit. Pa mund me qu dikon. Me qu Lutfi Haziri, Lutfi Haziri, është të tjetë, ku ta djune, edhe mundet mu paraqit me thirë live në Skype, në qako lidhje në telefon, edhe mu thonë qka po do një bura, se zbon kështu. Si do që të jetë, ftesa është okej, shkumja do duaj me qenë okej. Kjo është një lloj reflektimi Kurtit për ju? Jo. Jo? Jo, sepse Kurti nuk e ka ndërmend me kësoj punë në mas, e me bon instruksione, Kurti po do me që vendin zgjedhje, me e riprovu vetën dhe të tjerët. Prandaj edhe stigmatizimi i opozitës ka fillu, domethënë Kurti absolutisht është fushat zgjedhore. Dëgjon ja fjalimet, po në aspektin ekonomik pej për dëshirita dhe ura që ashtu, këti ka bon 30 metra ura për 4 vjetë të qeverisjes, në aspektin politik, domethënë, po e stigmatizon sa po mundet, për mes valzve tina, ish opozite. Mo tani iftojnë takim, o zoti Matosh? Jo, unë e thash, si agent, leadershipit është okej, është në rregull, edhe këto s'pemoj, po të e njoft pozicionin e ti, që donë me që vendin zgjedhje, pe këti takimi nuk del kurrë. Okej, Gash për ty, a është ky reflektimi zotit Kurti, a është ky një hapje e